Kam një problem shumë të madh me analfabetët. Analfabetët, ata që nuk dinë alfabetin, ata që s'dinë me lexu, ata që nxitohen po lexojnë, ata që si marrin gjitha informacionet për nxjerrin konkluzion, janë shumë tragjikshëm për shoqërinë. Janë shumic, nuk ata përcaktojnë politikën e shteteve, përcaktojnë gjendjen ekonomike të njerëzve, presim se kanë mundësinë të bëhen ushtarë, se si të tillë përdoren. Tani rastin më të fundit, postoj dje një status ku i drejtohem dritare Bit TV, e cila është një media elektronike, e themeluar nga një gazetare dhe feja legjendare, si e dina po si çdo media tjetër e vogël, është detyruar të bëjë kompromis në cilësinë e lajmeve që shpërndan. Këtë media njëherë ka shpërndu sholat e mia, dhe tani ka tallë diçka që kam thënë duke përdor emoji talls. Dhe kishte thënë që kishte bërë një emoji talls për deklaratën time dje. I thash se Big Brother e kam fitu vetë. Në status dhe i thënë, drejtare Bit TV e Bythës, i referoj mësaj medjes, i thënë, të fitosh, dhe më thënë fitosh më shumë se sa ke, jo thjesht të konfirmosh atë që ke. Futën tani analfabetët, dhe disa thonë që jam drejtu medias që ka bërë Brother, disa tjerë thonë që kam qartë për në qesit, në medias që ka bërë Brother, budgeti flas ashtu, jo thjesht nga detyrimet kontraktuale, po nga respekti që kam nuk do të thoja kur një time, nuk do të quja atë media të vëjë Bythës kur. Ndërsa, përsa për këtë fitores Gjesit, fitore Gjesit ka qenë nga ata që kanë ngel në finale, ka qenë e merituar nga ata që kanë ngel në finale, kurse nga sa banor ka ngalu nga shtëpia, Gjesi ishte vrima e fundit e kallamit, ajo dje që ka qenë pa drejtësi, që Gjesi është marrë gati nga një format tjetër dhe rësjell aty dhe fitoria Gjesit ju takon vetëm fansave të tij, të cilëve bravo ju qoftë se erdhën dje nga Kosova, nga diaspora, nga gjithë bota për me mbështet njeriun e tyne. Jo si shqiptarët e Shqipërisë që kanë për ofendim edhe nga Porta e Madhe nuk mbështesin artistat e tyne, edhe importojnë muzikë dhe idhuj nga jashtë Republikës Shqipërisë. Ata e mbështesin lojtarin e tyre. Dhe e kanë mbështet vetëm për faktin se ka qenë kosovar në Shqipëri, sepse aty e kishin Gjesin dhe nuk ja dhanë fitoren. Ky është sqarimi im për analfabetët e rrjeteve sociale.